Fusni këmbët dhe kjo përzierje për 30 minuta. Efekti do ju lërë pa fjalë. Kuron këto probleme. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe muskujve është thelbësore për gjumin e mirë të qetë dhe të rehatshëm. Por disa metoda natyrale të cilat mund të shndrojnë edhe në zakonet më të mira, na ndihmojnë të ndihemi më mirë dhe të çlodhur në fund të ditës. Sipas Brightside, në këtë video do ju sjellim një mënyrë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sodë buke për çlodhjen e trupit, muskujve, përpara se të flini dhe të keni këmbë të shëndetshme. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke. Mjafton të shtoni në një legen me ujë shumë të ngrohtë 3 lugë çaj me sodë buke. T'i përzieni mirë dhe të mbani këmbët aty për të paktën gjysmë ore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Do të shikoni se si dal nga dal do të ndjeni çlodhje të të gjithë muskujve dhe ngrohje të të gjithë trupit. Në fund të ditës, lodhja më e madhe e trupit përqendrohet te këmbët. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke do të çlodhë tërësisht këmbët e njëkohësisht do të largojë kontraktimet e muskujve si dhe lodhjen e tyre gjatë lëvizjeve që keni gjatë ditës. Gjithashtu, uji me sodë buke ndihmon në pastrimin e këmbëve, largimin e infeksioneve ose mykun që zakonisht prek këmbët, ndërsa ndihmon lëkurën të jetë më e butë dhe më e lëmuar. Uji me sodë buke mund të përdoret gjithashtu edhe për të gjithë trupin. Në fakt, uji i ngrohtë me sodë buke rekomandohet për të gjithë trupin. Mjafton të shtoni në vaskën tuaj 3 lugë gjelle me sodë buke. T'i përzieni dhe më pas të futeni aty për të bërë banjo. Kjo mënyrë do ju ndihmojë jo vetëm të çlodheni tërësisht, por do të hap poret e lëkurës duke promovuar në mënyrë të mirë largimin e toksinave përmes dirsitjes. Uji me sodë buke do të zbusë lëkurën e trupit dhe do të largojë papastërtitë që gjenden në poret e saj. Uji me sodë buke është efikas edhe në parandalimin dhe largimin e problemeve me lëkurën siç janë për shembull ekzema dhe irritime të ndryshme të lëkurës. Këmbët ndonse përqendrojnë dhe ekspozohen për pjesën më të madhe të vitit, kërkojnë edhe trajtime të mirëfillta. Prandaj, në kushte shtëpie mund të bëni receta të ndryshme të cilat do t'i japin atyre rigjallërim dhe mbi të gjitha do të sigurojnë një higjenë më të mirë të këmbëve tuaja. Kallot janë një problem shqetësues për shumë njerëz në vendin tonë. Këto shtresa të trasha dhe të forta të lëkurës së vdekur formohen kryesisht në duar dhe në këmbë. Kallot në shputhat e këmbëve janë më të mëdha dhe më të vështira për t'u përballur. Kallot ndërmjet gishtave janë më të vogla dhe më të thjeshta për t'u menaxhuar. Ato marrin ngjyrë gri të verdhë dhe ngjajnë shumë edhe me gunga. Kallot në përgjithësi nuk janë të dëmshme, por ndonjëherë mund të shkaktojnë infeksione. Kallot në këmbë mund të shkaktojnë shumë vështirësi dhe dhimbje gjatë ecjes. Kallot mund të zhduken lehtë edhe me recetën e duhur. Në këtë video do ju sjellim disa receta natyrale sipas Brightside, të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin e këtij problemi. Vaj kastori dhe uthull molle. Mbushni një legen me ujë ku keni hedhur pak shampo trupi. Shtoni një filxhan me uthull molle dhe më pas zhytini këmbët në ujë për të paktën 15 minuta. Kallot mund të zbuten dhe ndjeshëm mund t'i fërkoni ato me vaj kastori. Lëkura do të largohet dhe do të zbutet pas një trajtimi të tillë 10 ditor. Trajtimi i kallove me vitaminën E ose me vitaminën A gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e mirë për higjienën tuaj të këmbëve. Merrni kapsula të vitaminës A, të vitaminës E dhe fërkoni kallot me to përpara se të shkoni për të fjetur. Vishni çorape pambuku përpara se të flini gjumë. Përsëriteni çdo natë derisa gunga të jenë zhdukur plotësisht. Edhe limoni mund të jetë një alternativë shumë e çmuar për higjienën tuaj të këmbëve. Përpara se të shtriheni për të fjetur, prisni lëkurën e limonit dhe vendosni atë mbi kallot që formohen nëpërmjet gishtave. Mbështilleni me një nap dhe vishni çorape të bardha. Përsëriteni çdo natë derisa kallot të largohen plotësisht dhe higjiena juaj e këmbëve të jetë më e mirë. Edhe përdorimi i qepëve në rastin tuaj mund të jetë një alternativë e çmuar, që mund të japë rezultate fantastike në higjienën tuaj të këmbëve. Merrni një fet qep dhe futeni atë në një enë qelçi. Mbulojeni me uthull molle dhe vendosni në një vend të ngrohtë. Më pas në mbrëmje, qepën e vendosni mbi kallo dhe mbështidhni atë me një fasho që të qëndrojë pa lëvizur teksa jeni duke fjetur. Përsëriteni këtë rregullisht derisa kallot të zhduken dhe të zbuten plotësisht. Kjo është një mënyrë shumë e mirë natyrale që në kushte shtëpie mund t'japë rezultate perfekte.
Edhe përdorimi i bukës në këto raste mund të jetë një mundësi shumë e mirë për higjienën tuaj të këmbëve. Zhysni një fet buke në një enë të mbushur me uthull molle dhe vendoseni mbi kallo duke e mbuluar me fasho, me qese plastike dhe më pas me një çorape. Të nesërmen, kallo do të jenë zhdukur plotësisht dhe do të keni rezultate mjaft të mira për higjienën tuaj të këmbëve. Aspirinat gjithashtu mund të japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Pluhurin e 5-6 aspirinave i përzjeni me një gjysmë lugje çaji me lëng limoni dhe pak ujë. Kështu vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike edhe për higjienën tuaj të këmbëve. Vendoseni masën e krijuar mbi kallo dhe mbështiteni këmbët me një peshqir të ngrohtë ose edhe me një qese plastike. Pas vetëm 10 minutash do të zbuloni që kallot do të jenë zhdukur plotësisht dhe këmbët tuaja do të qëndrojnë më të freskëta dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Kallot janë pjesë të trasha të forta të lëkurës së vdekur në një ngjyrë gri në të verdhë që gjenden kryesisht në pjesën e shputave të këmbëve. Shkaqet e kallove mund të jenë nga më të ndryshmet, duke filluar nga thatësia e lëkurës, këpucët e papërshtatshme dhe përdorimi i tyre pa çorape, si dhe infeksione të ndryshme që mund të prekin shëndetin tuaj të lëkurës. Dhe metodat të cilat mund t'i trajtoni ato mund t'jenë edhe mjaft të lehta që mund të realizohen në kushte shtëpie. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete të thjeshtë janë 4 aspirina, lëng uji, një kokër limoni, një lugë gjedhe me ujë, një lugë gjedhe me uthull molle, shtypini aspirina derisa të formohet një trajt pluhuri. Shtojini ato në një enë të pastër dhe më pas shtoni lëngun e limonit, ujin, gjithashtu edhe uthullun e mollës. I përzjeni së bashku derisa të formohet një masë homogjene. Masën e përfituar e vendosni në këmbët tuaja. Lyeni këmbët tuaja me këtë masë duke krijuar edhe një pastë të mirëfill. Më pas vishni një palë çorape të pambukut. Aspirina duhet të veprojë për 20 deri në 30 minuta dhe më pas i shplani këmbët tuaja me ujë të vakët. Aspirina do të stimulojë qarkullimin më të mirë të gjakut, do të reduktojë kështu dhimbjet dhe inflamacionet. Përdoreni këtë recetë vazhdimisht, të paktën për 2 javë. Rezultatet do të jenë edhe të mirëfillta. Ndërkaq, në kuzhinën e secilit prej nesh gjendet letra aluminit, por a ju ka shkuar ndonjëherë në mend se mund ta përdorni atë edhe për trupin tuaj? Në vend që të përdorni vetëm për gatim, atë mund ta përdorni gjithashtu edhe për probleme të caktuara. Prandaj është e rëndësishme që nëse keni kallo në këmbët tuaja, të gjeni zgjidhje natyrale mjaft të mira të cilat në kushte shtëpie do të lehtësojnë problematikat tuaja. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike të pjesës më të madhe të popullatës. Konsiderohen gjithashtu se mund të jenë mjaft të vështira në menaxhimin e tyre. Është një fakt një reagim i trupit ndaj fërkimeve të lëkurës, gjithashtu edhe sipërfaqeve të forta, të tilla si këpucët ose mjetet e punës. Trupi e di se epiderma mund të dëmtohet, prandaj zona ku bëhet fërkimi bëhet gjithmonë edhe më e trashë. Në këtë video do të listojmë disa mënyra natyrale se si të eliminoni kallot në mënyrë të lehtë dhe pa përdorur produkte industriale. Lëngu i hudhrës mund të jetë një mundësi e shkëlqyer që mund të japë rezultate të mira në shëndetin tuaj kundër kallove. Hudhra ka efekte të mira antiinflamatore, shëruese gjithashtu dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe e përzjeni atë me një lugë gjedhe vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni direkt në kallot e këmbës suaj. E mbuloni me një fazh dhe gjithashtu e lini të veprojë gjatë gjithë natës. Përfitimet që do të merrni në këtë mënyrë do të jenë mbreslënse dhe do të reduktojnë gjithashtu krijimin e kallove. Kombinimi i preshit me uthullun e mollës gjithashtu mund të jetë një mundësi shumë e mirë. E pasur me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer për lëkurën, ndërsa uthulla ka veti të mira dezinfektuese. Vendosni një copë presh në 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. E aplikoni lëngun e përfituar në kallë dhe e lini për disa minuta. Më pas, e përdorni një gur zmeril për të hequr kallot. Edhe përdorimi i kamomilit ka veti të mira për higjienën tuaj të këmbëve. Ndaj mund të ndiqni recetën tuaj të preferuar për të larguar këto shqetësime. Nëse gjendja është kritike, adresojeni menjëherë tek mjeku përkatës. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.